أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Të gjitha falenderimet, lavdërimet, për uljet e adhurimet janë për Allahun krijuesin ton, kurse salavatet, selamet, për shëndetjet më të mira për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar dhe shumë të respektuar vëllezër të pranishëm, vazhdojmë me ligjëratën e radhës, për cilën ju kemi njoftuar që disa xhuma me radhë jemi duke ligjëruar për rrugën drejt xhennetit, një cikël i ligjëratave që po të bëjë me rrugën drejt xhennetit. Dietarët islam i kanë zgjedhur disa tema të caktuara, disa ligjërata të caktuara, të cilat duhet të mësojmë rreth tyre për të pasur njohuri se si fitohet xhenneti, edhe sa jemi na në rrugën e xhennetit. Njëra nga ligjëratat e kaluara ka qenë ruajtja e gjuhës. Edhe e kena përmend se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një rast është pyet nga një person dhe i ka thonë, edhe për ato që ka fulmi kena mu morë në pyetje ja Rasulallah. A i ka thonë, çka është kjo pyetje? Po bashkë për qëtë punë na kena mu morë në pyetje, bashkë për qëtë punë na kena mu gjyku. Mas shumëti, njerëzit mas shumëti do të gjykohen për shkak mos ruajtjes së gjuhës së tyre. Pra ka qenë dersi veçantë ruajtja e gjuhës. Ruajtja e gjuhës është sebeb që na me hynë xhenet. Pastaj jashtë kësaj nuk mjafton vetëm ruajtja e gjuhës, ders tjetër të veçantë që e kemi mbajt, kanë thonë dietarët, është edhe dhikri, përmendja Allahut. Jo vetëm mos me fol keq, po edhe gjuha jonë me fol mirë. E fjalët më të mira janë përmendja Allahut, dhikri. Kurse tash edhe më detajisht, dietarët islam kanë thonë, e fiton xhennetin ai njeri i cili mundohet që asnjëherë mos të gënjej në jetën e tij. Ta flas vetëm të vërtetën, sinqeriteti në të folur, me fol vetëm drejt, me fol vetëm të vërtetën. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë në hadithin që e transmeton Imam Ahmedi, Bejhekiu, Ibn Hibban, kush më garanton mu që sa herë që të flet, do ta flet vetëm të vërtetën, unë do t'ja garantoj atij xhenetin. Nëse na në jetën tonë e flosëm të vërtetën, çdo herë, në çdo situatë, mundohemi ta flasim vetëm të vërtetën, të flasim vetëm drejt, të dëshmojmë vetëm të vërtetën, vetëm të drejtën, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thot, jam garantues që ai me hyn xhennet. Shpërblimi i xhennetit për neve dikujt mund të më duk si fjalë thjesht, po veç me marr me mend nëse një shpërblim i kësaj dynjaje dikush na jep na i çmim, na i shpërblim këtë dynjë, çysh ndihemi na kaq të lumtur. Po me ta dhon Allahu shpërblim xhennetin, që është kulmi i mirësive, s'ka mirësi më të madhe se sa xhenneti. Pejgamberi alayhis salam po thot, ata që flasin të vërtetën, nuk flasin gënjeshtra, jam garantues që ata me hynë xhennet, me fitu xhennetin. Në një hadith tjetër, pejgamberi alayhis salam ka thonë, aleikum bis-sidqi, ju porosis që t'jeni të sinqert në të folur, ta flesni vetëm të vërtetën. Fa inna as-sidqa yahdi ila al-birri, sepse sinqeriteti në të folur, me fol të vërtetën, ju drejton ka mirësitë shumëta, ka udhëzimin drejt mirësive të shumta. Wa innal birra yahdi ila al-jannati. Dhe këto mirësi të shumta që ju rrethojnë pastaj, ju drejtojnë drejt xhennetit. Pastaj vazhdon hadithi dhe thot, edhe nuk ndodh që një musliman ta flet të vërtetën, sa herë që të flet ai, të mundohet që ta flet vetëm të vërtetën, derisa do të shkruhet tek Allahu as-siddiq, siddiqan, yuktabu inda Allahi siddiqan. Shkruhet tek Allahu i sinqerti, e merr nofkën tek Allahu i sinqerti. E çka do me thonë kjo i sinqerti? Allahu në Kur'an
Tha: "Hadha yawmun yanfa'u as-sadiqina sidquhum." Në ditën e gjykimit do t'ju drejtohet Allahu krejt njerëzve dhe do t'i thot: "Kjo është dita që do t'ju bëj dobi të madhe atyre të cilët kanë qenë të sinqertë, atyre të cilët e kanë folë të vërtetën sa ka qenë në dynja." Pra sinceriteti veti cilësi tepër e mirë, tepër e madhe që na drejton drejt xhenetit në ditën e gjykimit, kur na jena në zorin më të madh, kur na do të gjykohemi për krejt veprat tona, kur na nuk e dina se si do t'jetë përfundimi jon, nëse jemi prej atyre që kemi folë të vërtetën, nuk kemi gënjy, jemi mundu sa ma shumë me tërë potencialin ton, fuqit tona, me folë vetëm të vërtetën, jemi prej atyre pra të sinqertve që do të na bëj dobi sinceriteti. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Ana za'imun bejtin fi rabadil janna liman taraka al-kadhiba wa in kana mazihan." Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shikoni deri ku shkon mësimi hynor, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk flet nga hamendja, veç ato që jam mëson Zoti i madhnushëm. Thot: "Gjithashtu jam garantues për xhennet për atë i cili edhe kur të bën hajgore e flet të vërtetën, nuk përdor rrana edhe kur është të bën hajgore, edhe humorin e tij nuk e shoqëron me hajgore, me rrana, edhe humorin e tij nuk e shoqëron me rrana, me gënjeshtra. Është kulminacioni i sinqeritetit, pra. Mundohet me urujt me thonë vetëm të vërtetën, sot që edhe kur të bën humor ndonjëherë se përdor gënjeshtrën, rrana. Pra sinqeriteti, sado që na u duket ndoshta i thjesht, nuk është i thjesht as pak. Sidomos kur analizojmë vetveten tonë, jetën e kësaj bote, gjendjen e muslimanëve në aktualitetin që po jetojmë. Sinqeriteti është veti e pejgamberëve të zgjedhur të Allahut. Allahu në Kur'an ka thonë për Ibrahimin alayhis salam: "Innehu kana siddiqan nabiyya." Pejgamberi Ibrahim ishte pejgamber, nebi, që një nga cilësit e tij ishte që ai e fliste çdo herë të vërtetën. Ishte i sinqert në të folur, nuk përdorte gënjeshtra. Pastaj në një ajet tjetër ka thonë për Ismailin alayhis salam: "Innehu kana sadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya." Ismaili gjithashtu ishte pejgamber, nebi i zgjedhur, dhe veti prej vetive kryesore të tij ishte sinqeriteti. Nuk përdorte gënjeshtra kur fliste, e fliste vetëm të vërtetën. Pastaj ajeti tjetër: "Yusufu ayyuha as-siddiq." Yusufi, pejgamber i zgjedhur që cilësia kishte sinqeritetin. Yusufi i sinqerti. Allahu po thot në Kur'an. Pastaj Allahu po thot në Kur'an: "Ya ayyuhalladhina amanu", o ju të cilët keni besu, "Ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin." Kia një dron frik respektin Allahut dhe jeni me ata të cilët janë të sinqert. Bëhuni të sinqert, mundohuni që të bëheni të sinqert. Sepse sinqeriteti, thamë, të drejton drejt xhenetit. Nëse na mundohemi me qenë sinqert, do t'jemi prej atyre që jemi të shkruar tek Allahu të sinqert dhe do t'a fitojmë xhenetin. Allahu gjithashtu në Kur'an ka thonë, kur i ka përmend disa cilësi të besimtarve, disa cilësi të njerëzve të mirë që kanë shpërblim xhenetin: "Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat", besimtarët, besimtaret, muslimanët, muslimanet, was sadiqina was sadiqat. Ka thonë:
të sinqertit dhe të sinqertat. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran adhima. Allahu do t'i fal ata dhe do t'ju jep një shpërblim të madh. Ai shpërblim i madh është xheneti. Pra, sinqeriteti jon, më mundu me qenë i sinqert në jetën e kësaj bote, e kena shpërblim xhenetin. Ajeti tjetër kuranor, wa qur rabbi zidni wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq. O Allah i madhnushëm, lutje në Kur'an, ma mundso që vdekja ime, dalja nga kjo botë, të jetë me sinqeritet. Allahu ku na mëson Kur'an, dua, lutje, me u lut, ma mundso që dalja ime nga kjo botë të jetë dalje duke qenë unë i sinqert. Wa akhrijni mukhraja sidq. Edhe dalja përpara Allahut kur do të dal t'jem prej atyre që jam i sinqert. Ibrahimi alayhi salam gjithashtu u lut, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ju lut Allahut, ajet kuranor, përderisa ka ardhur ajeti kuranor që Ibrahimi alayhi salam u lut kështu, kjo i bie që edhe na duhet me praktiku këto sa më shumë lutjet tona. O Allah i madhnushëm, ma mundso që t'jem prej atyre që gjuha ime e flet vetëm të vërtetën, e flet vetëm të sinqertën, e dëshmon vetëm të vërtetën, nuk e flet gënjeshtrën. Nëse analizojmë gjendjen e muslimanëve sot, çfarë gjendje jemi? Sa e flosëm të vërtetën, sa njëri lëndohet në jetën e kësaj bote për shkak shpifjeve, rrenave, thashethemeve, nuk flitet e vërteta, dëshmohet e pavërteta. Bile jemi në një gjendje që nëse i shiqojmë muslimanët njëri tjetrin, vetën po e kritikoj, edhe krejt personat që jemi, që na çta njerëz jemi, që to edhe e dim shumë mirë se sa flasim të vërtetën. Nëse takohemi me një familjar, besimtar, shok, cilin do, shumë thjesht po e uli nivelin edhe për me kuptu ma letë. Çka e mësojmë njëri tjetrin? Më të nol polici se ki lejen, çka i thojmë? Men njëherë, fjallën e parë i thojmë, po thuje kom harru të shpia. Po kjo gënjeshtëno, rano. Pejgamberi alayhis salam tha, unë garantoj nëse ti edhe hajgore kur të bëjsh, nuk e përdur rano. E sa e përdurmi ne gënjeshtërën? Sa e përdurmi ne gënjeshtërën jetën tonë? Edhe jo që e përdurmi, po edhe tjetrin e mësojna, edhe e mësojna me qaq lehtësi, so që u konë normale, me qaq lehtësi, so që kur gjohë kejtë normale është kjo, qashtë të thuj, qashtë oma normale, e mëson me gënjy edhe tjetrin. Abdul Qadir Gjeilani, njeri i madh i Islamit, i cili është i njohur për fetvat e tij me dhëbin Hambeli dhe Shafi, ai ishte eduku nga nëna e tij, që në jetën e tij amanet e kishte prej nonës vet, asnjëherë mos me përdor gënjeshtërën, vetëm të vërtetën. Dhe kur u nis njëherë, një ditë prej ditëve, një rast prej rasteve të jetës së tij, u nis për studime dhe u përshëndet me nonën e tij, ajo i tha çdo herë me qenë i sinqert, gjuha jote mos me fol të pavërtetën, vetëm të vërtetën. Gjatë rrugës tregohet për këtë dietar të madh, e gjejmë në librat e Islamit, ishte ndalu nga disa grabitçar, hajduk. E kishin dalë dhe i kishin thonë, çka të keni para, pasuri, me i dorëzu krejt. Edhe mundësisht me na tregu prej në fillim, sa i kiti, edhe me na i dorëzu. Ky me njëherë i kishte tregu, sa pasuri, sa para i kanë gjetë. Të gjithë tjerët janë mundu me i fshefe, mos me i deklaru krejt, ky kishte, çka që i kam? Para hajduzve. Dietarët islam kanë thonë, pasi që ky ka deklaru ato, edhe kanë bejt ata grabitçart, hajdukt, para ti janë shtonë, qysh, ky vet i tregoj, që ka që i kam, me të porën, as nuk hezitoj, as nuk rezistoj. Ai ju ka përgjigj atyre, i ka thonë, e kam emanet prej nonës, dhe ky emanet është mësim hynor i Zotit madhnushëm që na vetëm të vërtetën me fol.
Ju më pëtët so i kam, unë qika që i kam. Dhe e di që kur ta flasë të vërtetën, që aty ka bereqet. Sot do që neve mundët me nauduk që ndoshta dështujmë me full të vërtetën pash çdo rast. Ata që ishin të praneshëm thanë eshhedu an la ilaha illallah, eshhedu anna Muhammedur Rasulullah, pranun Islamin. Pra, ti ishi sinqert, sjell bereqet të madh në jetën e kësaj bote, përpara se me dal para Allahut dhe me fitu xhenetin në jetën e botës tjetër. Allahu na mësoft jemi prej atyre që jemi të sinqert. Allahu na mësoft jemi prej atyre që e fitojmë xhenetin. Allahu na mësoft jemi prej atyre që ju përmbahemi këshillave të Allahut dhe të pejgamberit Allahut. Allahu e përmirësoft gjendjen e muslimanëve. Allahu i ktheft muslimanët në praktik, tamam në zbatimin e Islamit. Allahu i boft muslimanët ta kenë shëmbëltyr Muhammedin alayhi salam në jetën e tyre. Allahu i çliroft muslimanët vendet islame të cilat janë të pushtuara nga armiqt, nga mohuesit. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu yaghfir lakum.